që bën ndryshime në nivel ligjor dhe prokurorët e prokurorisë posaçme emërohen në përfundim të mandatit si prokuror pranë gjykatave të apelit, jurisdiksionit të përgjithshëm, i cili kërkon edhe një shumicë të lartë por më të ulët në raport me propozimin tjetër prej 84 votash. Ana pozitive që mendohet është që ndihmon në qarkullimin e prokurorëve pranë kësaj prokurorie dhe përfillojnë përfitimin e eksperiencës që përfitohet në prokurorinë posaçme që është e rrallë në shtypjen e prokurorisë të tjera. Propozimi i dytë është që të ndryshojë kushtetuese të mundësi prokurorëve që janë më spak që në përfundim të mandatit të rimërohen në bazë të procedurë ripërsimi duke parë që ata kanë bërë. Që normalisht kërkon një majoranca po më të lartë, minimalisht 94 vota për ndryshimin e kushtetuesës së Shqipërisë. Kjo nga njëra anë, le të themi, pengon qarkullimin, por ruan kapacitetet njerëzore në këtë strukturë, pra pozitive dhe negative të dy propozimeve. Ju vetë, ose struktura juaj, që s'më shprehjen në strukturë, së mbiri sa keni diskutuar me kolegët e juaja, për cilën qasje do ishit në favor pozitive? E para çështjet kaq të ndjeshme, siç janë çështja e statusit dhe ku varet edhe fati personal i prokurorëve, por edhe fati i institucionit. Ne i diskutojmë si grup prokurorësh dhe unë si drejtuesi i prokurorisë posaçme në asnjë rast të vetëm nuk kam deklaruar apo nuk kam propozuar ndonjë ndryshim pa konsultuar me gjithë kolektivin e prokurorëve dhe kemi synuar të shkojmë drejt një mendimi unanim se çfarë do propozoj. Për ta filluar tek rinovimi i mandatit pranë prokurorisë së posaçme. Ne kemi propozuar jo rinovim automatik të mandatit, që do të thotë që në përfundim të afatit 9 vjeçar, prokurori i prokurorisë të posaçme të mos riemërohet automatikisht pa garë. Propozimi i prokurorëve të prokurorisë posaçme është që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe ligjore me qëllim që prokurorëve të prokurorisë së posaçme në mbarim të mandatit 9 vjeçar t'u jepet mundësia për të rikandiduar sërish në prokurorinë e posaçme, që do thotë të rikandidojë së bashku me prokuror të jurisdiksionit të përgjithshëm, të cilët duan të bëhen pjesë e SPA. Në këtë mënyrë ne vlerësojmë se realizohet edhe rinovimi i kolektivit në SPA, por bëhet e mundur edhe vijimësia e veprimtarisë së institucionit, kuptohet për ata prokurorë që do duan të vazhdojnë të punojnë në SPA, sepse ka edhe prokurorë që mbarim të afatit 9 vjeçar nuk duan të vazhdojnë më tej. Dhe tjetra është dhe kjo që është një mundësi shumë e mirë përmes kësaj formule, po them, është një mundësi shumë e mirë që prokuror në SPA, në përfundim të mandatit 9 vjeçar, të rikandidojnë, por t'ju thuhet që faleminderit për 9 vjet, por nga Këshilli do ju thuhet patjetër, nuk mund të vazhdoni me tej, sepse në vlerësimin e Këshillit si organ kompetent, performanca juaj gjatë këtyre 9 viteve nuk është e tillë sa të t'japë edhe një mundësi të dytë për të rinovuar kontratën 9 vjeçare me Këshillin dhe të vazhdosh të ushtrosh funksionet në SPAK. Kurse e dyta, varianti i dytë, i cili ashtu si ju me drejtë tha, nga pikpamja ligjore është më i lehtë për të zgjidhur, është që prokurorët e prokurorisë së posaçme të kenë mundësinë që në përfundim të mandatit 9 vjeçar të atashohen pranë prokurorisë së apelit. Unë jam për variantin e parë që prokurorët e prokurorisë së posaçme dhe unë, gjithë ne prokurorët jemi që prokurorët e prokurorisë së posaçme në përfundim të mandatit 9 vjeçar t'u jepet mundësia të rikandidojnë edhe për një mandat tjetër në SPA. Të rikandidojnë, jo të riemërohen. Jemi totalisht kundra të gjithë ne riemërimit automatik.
parë, të shumë dhe referuar problematikat të cilat i keni adresuar, të doja të dija nga ana juaj si prokurori e posaçme, çfarë matësh janë propozuar për më pavarësinë e prokurorëve dhe integritetin e tyre, duke qenë se në ndër shqetësimet që kemi parashkuar ka qenë presioni jashtë dhe ka pasur bashkëpunim ndërinstitucional përveç Këshillit të Prokurorisë me institucione të tjera për të ndërsuar këtë presion. Kjo është pyetja e parë. Faleminderit për pyetjen, zotë Gërmenj. Sa i takon mbrojtjes apo pavarësisë institucionale, pavarësisë jashtme, po flasim, si institucion, korniza kushtetuese dhe ligjore në vlerësimin e prokurorisë së posaçme është e plotë dhe garanton një pavarësi të plotë të prokurorëve të prokurorisë së posaçme nga çdo ndikim i jashtëm. Tani ne jemi ndeshur, siç besoj gjithë jeni dhe ju dëshmitarë se në këtë vend jetoj. Institucioni është ndeshur her pas here në sulmin e subjekteve politike, mediave dhe patjetër ne kemi përballuar vetëm në mënyrë ligjore, duke mos u impaktuar dhe duke mos u ndikuar më shqip, duke mos u ndikuar nga këto sulme në punën tonë, duke u përpjekur që pavarësisht sulmeve apo uditjeve në thojzave që i jepen institucionit, ne të udhëhiqemi nga objektiviteti dhe nga ligjshmëria në kryen e veprimeve timore dhe në marrjen e vendimeve tona. Sa e takon adresimit, unë e thash në hyrjet e fjalës sime, që i vetëm institucion vendas që ka reaguar dhe ju falenderova ishte Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Por nuk mund të rri pa thënë edhe bashkëpunimin shumë të mirë dhe angazhimin e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në çdo rast kur prokuror të prokurorisë së posaçme apo dhe gjyqtar apo dhe hetues të prokurorisë së posaçme, hetues të Byros Kombëtare të Hetimit, kanë qenë objekt kërcënimi nga apo kanosje nga krimi i organizuar. Edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, përmes antarëve që ka në komision, ka qenë i angazhuar maksimalisht në adresimin e këtyre rasteve, të cilët gjithmonë më tepër të raste po bëhen më të shumta dhe më shqetësuese. Por, për ta përmbledhur, sidomos me ndryshimet e dhjetorit të vitit 2024, dhjetorit 2023, për prokurorët e prokurorisë së posaçme është siguruar një mbrojtje më e mirë fizike dhe sa takon anës praktike, tash dua të vlerësoj bashkëpunimin dhe kontributin e policisë së shtetit, pasi deri tani ka marrë gjithë masat e duhura në mbrojtjen e prokurorëve dhe të familjarëve të tyre, ku ka qenë rasti që edhe familjarët ka qenë të ekspozuar ndaj rreziqeve të krimit, nga krimi i organizuar. Tjetër praktikë që po ndjekim, zotë Gërmenj, është në rastet të cilat kanë djeshmëri dhe rreziku është i lartë në ana tjetër, ne përpiqemi të ndërtojmë grupe hetimore, duke përfshirë në hetim disa prokurorë, rast pas rasti edhe unë si drejtuesi i prokurorisë jam përfshirë në hetime të kësaj natyre, duke përfshirë më shumë hetues të Byros Kombëtare të Hetimit në grupet hetimore me qëllim krijimin e një grupi kompakt në përballimin e çdo presioni që mund të vijë. Gjithashtu dhe shpërndarjen e përgjegjësive në raport me menaxhimin sa më të mirë të hetimeve të çështjes.
Në radhë kolegëve, në versimin tuaj në rezolutor, në cilësimin e drejtuesit po dhe si institucion, a shritur transparenca punës SPAB-u në raport me publikun dhe me media? Ne jemi përpjekur të jemi të transparent në komunikim me media dhe përmes medias dhe me publikun. Patjetër është ai kufiri i ndarës mes nevojës së publikut për informacion dhe sekretit të hetimit, por vlerësoj që komunikimi me media është shtuar, ka qenë më transparent, cilësia e njoftimeve për shtyp është përmirësuar. Mjafton që të shikoni edhe njoftimet për shtyp që ne bëjmë publike në faqen tonë të internetit, ndoshta lë pak për të shprehuar shpejtësia e reagimit, shpejtësia e bërjes publike të qëndrimit zyrtar të prokurorisë së posaçme lidhur me një informacion që kërkohet apo me një ngjarje që ka ndodhur dhe informacion që ka kërkohet lidhur me këtë ngjarje apo me këtë arrestime. Këtu lëm pak për dëshiruar dhe po punojmë në këtë drejtim. Edhe këtë vit kemi alternuar kemi alternuar njoftimin për shtyp në faqen tonë zyrtare, takime që kam patur me gazetar, gjithashtu kam patur edhe disa dalje publike në institucione arsimore, dhe gjitha këto edhe në OJF, në organizatat të shoqërisë civile, kam marrë pjesë dhe vlerësoj se gjitha to mënyra të përdorura i kanë shërbyer rritjes së transparencës dhe dhënies së informacionit të nevojshëm publikut. Siç edhe e thash, ne gjatë vitit 2024, bashkë me ekspertë ndërkombëtar, kemi punuar për miratimin e strategjisë së komunikimit me media dhe me publikun, dhe faktikisht puna përfundoi në dhjetor të vitit 2024, por për shkak të angazhimeve të shumta, u bë mundur vetëm në vitin 2025, fillim vitit 2025, të miratojmë të strategji komunikimi me media dhe shpresojmë që ato që kemi shkruar në atë strategji ne ta realizojmë, dhe nëse ne realizojmë parashikimet e bëra në këtë strategji, besoj që do rrisim edhe performancën tonë sa takon komunikimit me media. Pjesën e parë të problematikave të cilat duhen adresuar, presionin e jashtëm nga stat. Kemi renditur të krimin e organizuar, ato politik dhe mediatik, të cilët në një mënyrë apo një tjetër cënon pavarësinë publike dhe efektivitetin e vetimeve. Unë kam një lidhje të brendshme që prokurorët të nivelit tuaj besoj që nuk përfiten as nga krimi organizuar, as nga politika ata mediatik, për sa kohë kryen si duhet detyrën e